Ja ku jemi te djela shqiptare bashkë me zonjën Eni Qobani që jemi në gjyqë në ndërrimin e viteve. Zonja Eni, para se të vijë viti 2026, ku në ndajnë dhe pak orë, doja të dinja, përveç këtyre dy të ftuarve që kemi sot, që dijen, sa kini zgjidhur juve, se do t'isha kurios, po edhe popli ta dinte, për shqiptarët, gjatë viteve që lanë basë. Shumë e vërtet, po nuk na mjafton një emision që t'i ftonim të gjithë, se kemi zgjidhur shumë persona. Dhe në këta persona kemi përzgjedhur 2 prej tyre. Më duke ja fute kot zonja Eni. Mirë, atëhere, pa humbur kohë, le të ftojmë 2 të ftohurit e para. Ata janë nga 2 qytete të ndryshme dhe shkojnë shumë mirë bashkë. Le të ftojmë qytetarin e parë, ai vjen nga Koreja e Veriut, edhe ashtë Sali Berisha, le ta duar trokasin. Dhe qytetari i dytë na vjen nga Venezuele jugut dhe ai është Edi Rama. Ta duar trokasin dhe këta. Dhe shkojmë pak sekonda në publicitet dhe mos u largoni nga klani, se do rikthehemi shumë shpejt deri në 2030. Gëzuar 2026. Zoti i bekoft të gjithë shqiptarët.